Skipista e Biglës në Dardh ka mirëpritur edhe këtë të shtunë një numër të madh vizitorësh, të apasionuar pas sporteve dimërore dhe skive. Kushtet e favorshme të dëborës dhe moti i qëndrueshëm kanë krijuar një atmosferë ideale për argëtim dhe aktivitete sportive, duke kthyer zonën në një nga destinacionet më të frekuentuara të fundjavës në Juglindje. Noi veniamo dalla Sardegna. Ne vim nga Sardenja, që është një vend bregdetar, një ishull dhe vim shpesh në Shqipëri. Na pëlqen shumë peizazhi dhe këtë herë kemi vendosur të vim për të parë edhe Borën. Është një vend shumë i bukur me pamje mbreslënse dhe shumë mikpritës. Ne vim nga Saranda, kemi ardhur për një fundjavë, domethënë në Korçë, edhe në Dardh, edhe na duket shumë bukur. Qetësi, rregull, shumë mirë shijon. Vizitorë nga qytete të ndryshme kanë shfrytëzuar pistën për ski, dëbor dhe relaks, ndërsa operatorët lokal shprehen se interesi mbetet i lartë, veçanërisht gjatë fundjavave.